me arsyetimin se krimin e ka kryer në ndikimin e narkotikëve. Dardan Krivaqa të hënën para kolegjit të Gjykatës Supreme ka kërkuar zbutje të dënimit ose rikthem të çështjes në rigjykim. Krivaqa është i dënuar me burgim të përjetshëm nga Gjykata Themelore në Ferizaj, e vërtetuar edhe nga ajo e apelit për vrasjen e Marigona Osmanit. Ai ka shprehur pendes për ngjarjet e 21 dhe 22 gushtit 2021. Desha veç të kërkoj falje, me vjen keq për ato çka ka ndodhur, ka qenë e paqëllimshme, me efekt të narkotikëve. Avokati Skënder Musa, që mbron Krivaqen, ka deklaruar se procesi në shkallën e parë të gjykimit është përcjell me tensione e kanosje dhe nuk janë marrë parasysh propozimet e tij. Gjykata ka zgjedhur të mos i përmend fare propozimet e refuzuara në aktgjykim në vend se t'i arsyetoj ato dhe t'i jap arsye të qarta pse janë refuzuar. Fjalën përfundimtare që ju e keni në shkresat e lëndës, asnjë fjalë nuk e ka përfshirë në aktgjykim. Asnjë fjalë nuk është e shënuar prej fjalës përfundimtare të mbrojtjes në aktgjykimin e shkallës së parë. Musa ka kërkuar që nëse çështja kthehet në rigjykim, të mos trajtohet nga Gjykata Themelore në Ferizaj. Avokati Gazmend Rexhepi, që përfaqëson palën e dëmtuar, është shprehur se dënimi me burgim të përjetshëm është mos adekuate për krimin e kryer. Mizoria konstatohet edhe sipas komentarit për shkak se shihet në videoxhirimet që Endiera nuk ka konsumuar ushqim. Realisht në videoxhirime shihet qartë që të dy të dënuarit tashmë han pica, pin ujë. Endiera për ato 72 orë sa është ekzaminuar, 48 deri në 72 orë, asnjëherë ushqim nuk ka marrë. Endiera shihet duke u bartur herë në një dhomë, herë në tualet, me hematoma dhe me lëndime shumë të rënda. Me 29 korrik 2024 në rigjykim, Krivaqa është dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e Marigona Osmanit, kurse Arbersidiu me 15 vjet për ndihmë në vrasje. Krivaqa ishte i akuzuar edhe për dhunim, por për këtë vepër nuk është gjetur fajtor. Në akt akuzën e ngritur me 28 qershor 2022, thuhet se Krivaqa me 21 gusht 2021, në banesën e tij, pa pëlqimin e tanit të ndjerës Marigona Osmani, e ka detyruar atë të kryente marrëdhënie seksuale dhe e ka abuzuar e maltretuar në forma të ndryshme. Një ditë më pas, Krivaqa dhe Sejdiu akuzohen se kanë privuar nga jeta Marigona Osmanit në përpjekje për të fshehur veprën penale të dhunimit. Viktimën, të dy të akuzuarit e kanë dërguar në spitalin e Ferizajt dhe janë larguar.